Një shqiptar, një italian dhe një grek ishin refugjat prej ditësh në Amerikë dhe ende nuk kishin gjetur punë. I kishte zënë uria. Shqiptari i mbledh të dy dhe u thotë: "Nëse doni të hani, më ndiqni mua dhe bëni çfarë t'ju them unë. Jeni dakord?" Italiani dhe greku, të uritur, pranuan menjëherë. Hynë në një restorant dhe ulen në tavolina të ndryshme, afër njëri tjetrit. Pasi hanë mirë, kamarieri i afrohet grekut dhe i jep faturën. "Ju lutem, zotëri, duhet të paguani." "Po unë pagova," thot greku. "Jo, zotëri, nuk keni paguar ende," i përgjigjet kamarieri. "Si nuk kam paguar?" "Ja, pyesni atë zotërin aty." Dhe tregon nga italiani. Kamarieri shkon tek italiani dhe e pyet: "Më falni, zotëri, a e dini nëse pagoi ky zotëria këtu?" "Po," thot italiani. "Pagova unë, pastaj pagoi edhe ai." "Jo, zotëri, por as ju nuk keni paguar ende." "Si nuk kam paguar?" habitet italiani. "Unë pagova, ja, pyesni atë zotërin aty." Dhe tregon nga shqiptari. Kamarieri i afrohet shqiptarit dhe e pyet: "Më falni, zotëri, a e pat nëse paguan këta dy zotërinj?" Shqiptari, i qetë dhe serioz, i përgjigjet: "Po ç'më duhen mua ata? Mua më sill kusurin se do iki."